Punimet për ndërtimin e rrugës së re që lidh Shkodrën me malin e Zipër me segmentit Shirok-Zogaj pika kufitare po shkojnë drejt përfundimit. Ky investim pritet të japë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale, duke bashkuar oferta turistike të dy zonave përreth liçenit të Shkodrës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë javës së fundit publikoi pamjen nga kantieri i punimeve, duke theksuar rëndësinë e këtij projekti për zhvillimin rajonal. Sipas tij, rruga re do sjellë më shumë akses, më shumë vizitorë dhe më shumë mundësi për komunitetin lokal. Punimet për rrugën e re Shirok-Zogaj po vijojnë me intensitet të lartë, duke u shndruar në një nga projektet më të rëndësishme për zhvillimin rajonal të Shkodrës, është shprehur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ndërkohë dhe kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci ka reaguar lidhur me ecurinë e punimeve në këtë aks të rëndësishëm rrugor. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai bëri të ditur se aksi Shirok-Zogaj ka hyrë në fazën përfundimtare të punës. Sapo ka nisur shtrimi i shtresës së asfaltit dhe segmentit panoramike po marrin formën përfundimtare. Ky investim i rëndësishëm i jep Shkodrës një arterie të re zhvillimi, duke lidhur me fort zona turistike dhe duke krijuar më shumë mundësi për vizitorë dhe për ekonominë lokale, u shpreh Beci. Sipas kryebashkiakut, kjo rrugë jo vetëm që do të përmirësojë ndjeshëm aksesin drejt zonave turistike të liçenit të Shkodrës, por do të shërbejë edhe si një nxitje e re për zhvillimin ekonomik dhe rritjen e atraktivitetit të qytetit dhe zonave përreth. Firma kontraktuese aktualisht po punon në dy fronte: ndërtimin e bypassit Zogajve, si dhe zgjerimin dhe shtrimin e trasesë ekzistuese. Kontrata për këtë projekt ka një vlerë prej rreth 4.7 milion euro. Edhe pse afati i përfundimit të punimeve ishte parashikuar për muajin tetor, punimet vijojnë ende, fakti konfirmuar edhe nga kryeministri. Nga ana tjetër, mali i Zi ka përfunduar tashmë segmentin rrugor nga Skeja deri në Zogaj, por hapja pikës kufitare mbetet e lidhur ngushtë me realizimin e rrugës 4 Kollo-Stros, si dhe me ndërtimin e segmentit që lidh këtë aks me fshatin Ske, aty ku parashikohet edhe pika kufitare. Iniciativat për ndërtimin e rrugës 4 Kollo-Stros janë ndërmarrë dhe miratuar me synimin që punimet të nisin gjatë këtij viti, ndërkohë aksi rrugor Maxhuraj-Ske që lidh këtë segment me fshatin Zogaj është përfshirë në buxhetin e komunës së Tivarit, por deri me tani nuk janë ndarë fondet dhe as nuk kanë nisur ndonjë iniciativë konkrete për rikonstruksionin e kësaj rruge. Banorët e krajës ndonse të zhgënjur që janë lënë pas dore nga komuna Tivarit, vazhdojnë të shpresojnë se ndërtimi i kësaj rruge dhe hapja pikës së re kufitare do të japin zonës një zhvillim dhe gjallërim të ri ekonomik e turistik. Rruga Shirok-Zogaj, pika e re kufitare me Shqipërinë, është pjesa e mozaikut të investimeve përgjatë bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës dhe pritet të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e turizmit në të dy anët e vendit, si dhe në përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësisë së jetës për komunitetet lokale.